të nderuar media, me që shumë objekte në Republikën e Maqedonisë së Veriut ndizen lehtë dhe shpejt, sot para prokurisë dhe gjykatës themelore të Tetovës po sjellim këtë aparat për mbrojtje kundër zjarrit. Jo vetëm për sigurinë e tyre, por në njëjtën kohë për të simbolizuar dhe nevojën urgjente për drejtësi të drejtë në vendin tonë. Andaj sot ju drejtohemi si iniciativa Zero, edhe gjykatësve dhe prokurorëve në Tetovë, por edhe më gjerë. Ju keni një detyrë të rëndësishme të zbardhni të vërtetën, të nxirrni para drejtësisë dhe të vendosni prapa grilave të gjithë fajtorët e vërtet për tragjedinë në Koçan, ku u vran 59 tri, për zjarrin në spitalin modular ku u vran 14 pacientë, për aksidentin e Besa Transit në Bullgari ku u vran 45 qytetarë, e Durmoturs në Llazkaç ku u vran 16 persona dhe për shumë tragjedi tjera që kanë kaluar pa ndëshkim. Pandëshkueshmëria sjell papërgjegjësi institucionale, pandëshkueshmëria sjell në njëjtën kohë edhe shumë tragjedi tjera dhe në vende të ndryshme. Po ashtu detyra juaj është të nxjerrni para përgjegjësisë gjykatës e prokuror, të shumë që e kanë penguar drejtësinë në rastet e përmendura dhe më shumë raste tjera ku nuk është vënë as pak drejtësia në vend. Qytetarët duan të shohin drejtësia të funksionojë përpara se të detyrohen ta marrin drejtësinë në duar. Prandaj ju njoftojmë që si iniciativë Zero po paralajmërojmë ditën e hënë në ora 12:30 protestë në qytetin e Tetovës, duke filluar nga sheshi Iliria deri para gjykatës themelore të Tetovës. Protestë që do të kërkojmë përgjegjësi për rastin në Koçan, protestë që do të kërkojmë përgjegjësi për rastin e djegjes së spitalit, për zjarrin në spitalin modular. Kjo është protestë që kërkohet përgjegjësi sepse drejtësia nuk duhet të jetë nën hije. Prandaj është nevoja dhe koha tash të kërkojmë përgjegjësi. Të hënën në ora 12:30 protestat do të mbahen në Tetovë me pikë nisje tek sheshi Iliria. Më pas do të përfundoj para gjykatës themelore në Tetovë, fillimisht për kujtim të viktimave të Koçanit dhe pastaj për të kërkuar përgjegjësi edhe për tragjedinë në Koçan, por edhe për zjarrin në spitalin modular që ndodhi para disa viteve. Do të thënë kërkesat tona si trin, për shkak që iniciativa Zero kryesisht përbohet nga nxënës, studentë dhe qytetarë të Tetovës, kërkojmë që të rigjikohen të gjitha tragjeditë që kanë ndodhur, duke filluar në 2019 me Durmoturs, më pas me spitalin modular, me Besa Trans dhe tash në Koçani. Kërkesat tona si qytetarë është që të ketë zgjidhje dhe drejtësi të vërtet, të dënohen ata që janë përgjegjës të vërtet për krejt këto tragjedi që na kanë ndodhur. Pra për 6 vite na kanë ndodhur 4 tragjedi që kanë humbur jetën mbi 140 qytetarë tonë. Dhe më e pakta që ne mund të kërkojmë si qytetarë është të protestojmë dhe të kërkojmë institucioneve të drejtësisë të bëjnë punën e tyre edhe t'i mbajnë përgjegjës ata që janë fajtorët e vërtet të gjithë këtyre tragjedive.